E këtu pra po nisemi sot udhëtimin e qytetit për në hapësirat e bregdetit jonë. Do nisemi për në Himar me Bolenasin, me blegtorët të fshatit Bolen. Pas kafes në një nga lokalet në dalje të Levanit, u ndalëm në qendër të qytetit të bukur të Vlorës, atje ku është xhamia e vjetër. Aty na priste kolegu jon i televizionit Apollon Delo Aliej, si dhe Bolenas të tjerë. Taku me Delo Aliej. Delo si pas një telefonate që bët juve në një takim me Bolenas, nuk të apo jo? Bolenas. Ne sot të bëjmë rrugën e bregut, të bregut detit jonë. Dhe jemi së bashku sot. Është një kënaqësi jo vetëm për mua si kolegu juajve, punojës gazetari i televizionit Apollon, por në të kohë është edhe një kënaqësi e Bolenasve të mi, të cilët si mas traditës janë pritësa të mirë, për miqë dhe për shok të mirë si që janë dhe gazetarët e televizionit Apollon, por edhe si blegtor të mirë të cilët unë, duke patu parasysh që televizionit Apollon gjithmonë ka paraqitur nëpërmjet emisionit tuaj shumë të preferuar dhe të nderuar udhëtimi jashtë qytetit, duke paraqitur vlerat e njerëzve tanë të gjithë trevave të Shqipërisë edhe të Shqipërisë Jugut. Një ndër to është edhe blegtoria, që fshatarët e mi e kanë patur dhe e kanë tradit. E pra, mos flasim shumë blegtorin këtu, sepse jemi në qendrën më të bukur të qytetit. Sigurisht ishte kënaqësia jonë që të rrugtosh në hapësirat e Himarës edhe të pilurit me Bolenas, jam i sigurt, unë të takoj një Bolenasit, me qenë se përshëndetje. Si jeni? Mireni? Kristor, si e këso që po? Jemi mirë? Si ka donë? Ishte kënaqësi që ne po takojmë së bashku sot. Jemi për të rrugtuar në Himar dhe nuk e di ku të ndalçoj Bolenasit, se janë atje ata. Kënaqësia është e ime, megjithatë ti e di që treva e Himarës ka qenë në të kaluarën bashkë edhe me Bolenin, kështu që e njëjta trevësh, pavarësisht ndryshimet administrative që kanë ndodhur. Me ka shumë pika kontakti pra me të gjithë kainë e të Labërisë. Patjetër, po Himara dhe Labëria një trevë ka qenë, këto ndryshime kanë ndodhur shumë vonë. Ishte kënaqësi ta pim kafe së bashku, Kristor. Në pamundësi për ta shoqëruar Kristor Çipa sot atje ku ka lindur, në Himar e bukur, në bregun e Jonit, ne u ndalëm këtu për dy momente kryesore që lidhen me krijimtarinë e Kristor Çipës. Së pari, mora vesh mbrëm keni përuruar një librin tuaj më të ri. Që përmban ai libër dhe çfarë interese do të kemi dhe neve. Dhe lexues. Libri më është dhënë një intervistë te televizioni juaj dhe brumi i këtij libri është mitik, është marrë pikërisht nga ato brigje mitike, legjendat e pilurit, të cilat flasin për mbijetesën e atij fshati aq të bukur, po dhe aq të vështirë e tragjik në historinë e tij. Këto histori, këto legjenda, quhen sot legjenda, sepse ato kanë qenë ngjarje faktike të jetës së pilurëve, të cilët kanë kaluar nga trau i mbijetesës. Dhe unë u apërcjell brezat e sotëm të mësojnë
kush ka qenë të parë të tyre, çfarë historie ka pat Piluri, çfarë historie ka pat Himara, dhe të gjitha këto treva, gjithë këto histori, toponimet, veshjet, këngët, vajet, traditat, doket, zakonet, janë një e të pandashme shqiptare. Sigurisht ne kemi kujtime nga Piluri, sepse para pak kohësh kemi bërë një udhëtim në Pilur me Lefter Çipën, vllajin tuaj të njohur, shumë të njohur. Kemi bërë vizite në familjen tuaj me ata dy prindrit e tu të moshuar, por si shkëmbi, ishin akoma të mbajtur mirë, por ne sot jemi me grupin e Bolenës, jemi me Blektor Bolenës, në ato brigje ku zhvillohen ngjarjet. Jam i bindur që janë të lidhura ngjarjet e Pilurit me Himarën dhe me Bregun. Së pari njerë ju falenderoj televizionin tuaj dhe në mënyrë të veçantë juve për atë emision që i dhënë për familjen tonë dhe për prindrit e mi. Por nuk e di, është koincidencë, a është në informacion që keni marrë ju, po unë jam gjysmë nga Pilur, gjysmë nga Bolena, se kam nuse nga Bolena. O, në Bolena, do të thotë që je i lidhur fort. Shumë e bukur. Je i lidhur fort me Bolenën. Shumë e bukur. Pikërisht aty ku do shkoni ju, unë kam qenë tek ai, ishte miku im, dhe natyrisht çfarë do të veçonit nga brigjet që ne sot do t'i kemi në kamerë? Nga ato brigje është vështirë të veçosh gjëra të veçanta, sepse e gjitha është e bukur, e gjitha është mahnitse, edhe mikpritse, por do të veçoja atë karakter të fortë që sot Bolenasit e mbajnë, të cilë kanë patur dhe i Mariotët në një kohë pak më të shkuar. E mbas jemi një moment të rëndësishëm për vendin tonë, kur klanet veçanta ngrihen për të thënë që këtu jetojnë grekër në Himar, në 7 fshatrat e Himarës, si dhe në Saran, nuk e di, një përplasje politike mbase e dhimbshme për ne, sepse është një vijim i historisë. Unë jo të këndshme. Unë do të thoshja vargjet e një historianit të madh francez, Rey, i cili thotë, nëse Shqipëria ka me se të mburret, kjo është Himara dhe historia e saj. Pra, nuk ka equivokë për origjinën dhe historinë e Himarës. Mos u tremni këto lloj valësh, kam mbi 2 shekuj që kur është formuar shteti grek që ka thënë vore e piri do bjerë sot, do bjerë nesër, po këto janë fortuna që janë mësuar brigjet tona, sa dhe pa fortuna nuk rojnë dot ato brigje. Këto janë disa momente që janë në kalime sipër. Në kalime sipër dihet që ata atë krizë të madhe që kanë brenda vendit tyre duhen ta kalojnë këtej kufive, por mbi jetesa e këtyre vendeve janë mësuar, mos keni asnjë lloj meraku. Ata janë shqiptarë nga zakoni, nga doket, nga historia, nga geni dhe nuk nishojnë. Momentalisht duket sikur diçka do ndodh, por asnjë gjë nuk ndodh. Shqiptarët i kanë rezistuar asimilimit në shekuj, që nga perandoria romake, perandoria osmane, edhe këto janë flande shumë të lehta për ato brigje. Sot është ekskluziviteti i Bolenës, i një zone shumë të bukur, si nga ana natyrore, po mbi të gjitha me vlera të shquara njerëzore. Njerëz me tradit, burra të shquar jo vetëm të Vlorës, po të gjithë Shqipërisë, njerëz të cilët kanë qenë të Pushkës, po dhe të Penës. Vlora mburret me Bolenës.
klima për mendimin nuk dyshon. Atje lanë diellin, këtu tani është mal. E po këtu jemi 1000 metra më lart, jemi 6 gradë më ullët. 6 gradë që në po. Atë le të Herën në telefonin e Sa po telefonon edhe Artur Rustemi, a i inauguroi rrugën e mbarë që është mërëm, por sot shikojmë po përsëri. Faleminderit. Ne jemi në qendër të Llogaras tani. Këtu ka ndryshuar krejt, po sikur strikë e mirë, tha Nadi, po mori benzën e tij. Këtu takuam 4 bolenas që të dërgojnë të fara. Kryetari shoqatës Bolenës, Kryetari shoqatës Bolenës Kujtim Leskaj, sekretari shoqatës Delo Ali, sekretari Delo Ali, dhe gazetari Fasli Koçi, edhe dhe aktivisti Hati Dalama. Fasli Koçi, gazetar. Pra po prezantojmë nëpërmjet kamerës këtu në qendër të Llogaras, ku quhet dimër. Quhet ditë dimri, veshur me mjegull. Po gjithashtu i Bolenos dhe aktivisti tjetër shoqatës Bolenë Rapo Alimata. Po, ja pra, i dha gjitha emrat Fasli Koçia, po. Dalim këtu në Llogara, në qendër të Llogaras, është një nga klubet e hershëm që ka filluar, siç thash, jashtë me një kiosk të vjetër dhe tashmë është bërë një godinë e tillë shumë e bukur. Bashku sot në këtë udhtim me kolegun ton Delo Aliej, gazetari që përfaqëson Vlorën në televizion Apollon, si dhe skenografi Vladimir Semini dhe operatori që është duke na filmuar Bledi Shara. Ne u ndalim këtu në këtë hapësirë të Llogaras, ku duket dimri tamam, shenjat plot e dimrit, i veshur me mjegullën e zakonshme që ka Llogaran, me freskinë e Llogaras, me bukurinë e ushqimit, dhe shikoni, është mëngjes. Këtu po provojmë paqen e që gatuan Sofa Kuteli, po provojmë, nëse mund të afrosh kamerën Bledi, edhe kosin me mjalt. Kos, mjalt, dero ç'është kjo? Ç'është kjo përzierje? Kjo është një traditë që kanë krijuar Dukatasit, e da traditë e hershme, tregon një gjellë që një përzierje midis kosit, mjaltit dhe arave që e përdorin në fund të muhabetit, në fund të ushqimit për miqt e largët. Dhe siç e shikoni, kjo është një gjë karakteristike që është shumë e shijshme dhe fisnike për këtë zonë, të tre fisnike. Freskia i ftohtë i dimrit i kërkon dhe këto ushqime kalorike me vlera vitaminoze, gjithsesi është e pranishme dhe vera. Po le t'i lëm të vazhdojmë bisedën tonë, të vazhdojmë në rrugë edhe në pikën ku na presin dhe bolenës tjerë. Nëse mund të shtojmë në gjë, nuk e di, kujtimi, hatja, çfarë mund të në këtë sapo takuam së bashku. Dhe le t'i ruajmë rrugën e mbarë njëri tjetrit, por çdo të thoshit ju për këtë nisje sot që kemi. Ne jemi të kënaqur që si Bolenas jemi larguar, e kujtojmë fshatin, vemi prap të pozicioni djemve tanë që kullosën baktit në Bregdet, në Dimër dhe në male, në Behar, në malet e tona. Ajo në bashkon në ide e dashurisë e respektit të familje tona, ku do që jemi si Bolenas. Respektojmë mitë, i duan më shumë se që na duan, sepse dashuria është më e madhe se jeta, sepse na bashkon zemrat, na bashkon idet, na bashkon pasurinë, ekonominë dhe dashurinë. Po. Edhe ju falenderoj shumë. Kujtim Leskaj, ju jeni kryetari shoqatës. Sot pra pas kemi pak kështu edhe zyrtare, po dhe tradita me njerëzit që ju kanë besuar, ju kanë vënë krye, do të jeni njerëz ndaruar. Pavarësisht ne kemi shoqërore, tepër vëllazërore, unë falenderoj televizionin tuaj. Është një televizion që shikohet shumë, është shumë i këndshëm, është i respektuar, jo vetëm nga ne në këtë krajin, por me sa kam parë, kam dëgjuar e biseduar,
është një televizion që dëgohet dhe shikohet kudo. Faleminderit. I drejtojmë përshëndetjet. Mirë, prandaj Rustemit që edhe një herë presidentit tuaj unë e uroj të ketë suksese të mëtejshme dhe përshëndetet tona si shoqata e Bolenës. Dhe është i mirë pritur kur të dëshiroj. Faleminderit. Ja pra këtu pranë Oxhakut. Oxhaku është ndezur me gjithë dinamikën e tij që po e ngroh këtë ambient dhe për më shumë do të vazhdojmë atje së bashku në rrugë dhe atje ku janë djem tuaj pra. Bëjmë gëzuar. Mas traditës. Hajde gëzuar, shëndet, E lehta që u filmuan para pak minutash, tashmë është qiell pothuaj i mbyllur. Rruga është e vështirë për të ecur, nuk e di Ladi se ç'mund të çfarë vështirësish këti në. Po është e vërtetë verë, jemi vërtet në një lartësi më të madhe të majës së Llogaras, një rrugë plot me mjergull që të krijon probleme, por besoj se me nga dalë doja dalim derisa të zbrezim poshtë. Është natyrë vërtet e bukur, edhe e vështirë për ata që janë këtu, që po e përballojnë këtë mjegull, po Llogaraja i orrodh herë është veshur me të borë që s'kalon dot fare, Ladi. Llogaraja i ka surprizat, ka temperaturat më të ulta nga pjesa e Bregdetit, ka dëborën, ka erën e fortë, pra ka gjithçka, një natyrë me kapriço. Dhe këto kapriçot përbëjnë të veçantën për syrin e vizitorit, për turistin, për njerëzit që rrugtojnë, po jo pak edhe për ekipin ton të televizionit Apollon, një ekip i pajisur me 2-3 makina sot që vërtet me mundësi shumë. E ja për para ne po na udhëheqin Bolenasit me atë benzin ashtu të vjetër, por që ka përballuar rrugë të vështira dhe shpresojmë që të ecim mbar, sepse do të gjejmë, sa të kalojmë qafën e Llogaras, do të gjejmë përsëri një natyrë tjetër të bregut. Pyje me pisha dhe shkure, male me re mbuluar, një erë që të pret gishtin dhe atje lart, stuhi, erë, shi dhe breshër, ndoshta u trëmbëm dhe bëshim të ktheheshim mbrapa, por jo, ne u nisëm dhe misionin ton si gazetar do ta çonim deri në fund. Si shikoni, kemi ndalur në qatë të Llogarajt, është një mod shumë i ashpër, është një stuhi me erë, mjergull dhe breshër, dhe është shumë e vështirë rruga për të kaluar. Megjithatë, është vendosmëria jonë për ta realizuar misionin që kemi nisur. Së bashku me kolegët, ju përshëndesim nga qafa e Llogarajt. Është shumë e rëndësishme sepse vetë mjergulla që vështirëson qarkullimin, por si qikohet të pritet që të filloj edhe të bora edhe rëshjet, megjithatë unë mendoj që të kalojmë. Ne prapë do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë dhe do të realizojmë misionin. Që kemi shumë të fortë telëm duke. Të fortë jemi shumë. Shikojmë se të vazhdojmë tash po. Pasi kaluam lart në Llogara, qielli duket se ka zbritur mbi majat e maleve, ndërsa rrjetet dëndura dhe të nxirrat japin përshtypjen se ndodhesh ndoshta në një planet tjetër. Mjegulla e hutuar i fshes syrit margaritarët e Rivierës. Gjithsesi tmerri këtu është i bukur. Nëse zoti këtyre anëve është në frymëzimin e tij, atëherë gurë gri të maleve, deti me ujin e kristalt, qika me majat e veshura me borë, janë të dehur me delirin e bukurisë. Se zdo brege kanja e mër krenari.
Mrapa duket sikur s'është mbyllur mirë. Të lutem siguroj, po sigurohet lutem. Siguro se me kujdes, ecim me kujdes sepse jemi në kushte shumë të vështira të motit. Sa po zbresim qafën e Llogaras, me sa duket tjetër natyrë është bregu i detit dhe duket qatë tani vija bregdetare, një pjesë e vijës bregdetare në Palas, ndërsa hapësirat malore mbi bregun e detit janë komplet të veshur me mjegull. Ishte kjo një gati për 2 orë që ne u bllokuam në Llogara dhe zbritje tani me sa duket po jep shenjat e një kohe pak më të mirë pa shi, por gjithsesi mjegulla është e pranishme. Kemi hyrë në botën tjetër. Nuk është as bota e prallës dhe as bota e ëndrave. Është bregdeti i himarës magjike, me bukuri të frikshme. Me një rokje syri, deti dhe mali, me një bashkëtes kryeneqe, i ekspozojnë njëri tjetrit madhështit që posedojnë. Kur zbret qafën e kësaj bote që ka emrin qafa e Llogaras, etse po zbret rrafët e Dantes. Mjegulla e dëndur nga breshëri edhe pak shi që ishte në qafën e Llogaras. Ati ku lartësia është maksimale në këtë zonë dhe ja zbritëm këtu. Në bregun e qetë, po thuhet qetë të Jonit. 2, diversitet i madh terreni, diversitet klime, që bëhet me bregun tonë? Bregu jonë është aq sfidues sa edhe njihet nga të gjithë. Ashtu si shtat edhe juve, dallimet midis lartësirës, ulësirës së bregut jon dhe qafës Llogaras. Megjithatë, kjo tregon jo vetëm bukuritë e kësaj zone, por edhe vendosmërinë tonë, të cilët jemi të vendosur ta çojmë emisionin ton dhe misionin ton deri në fund. Ja pra, egërsia e madhe atje lart në bregun e Llogaras, ndërsa këtu edhe bagtit kullosin të qeta, është tjetër klim pra. Në radhë parë i falenderoj shumë televizionit të prezigjos Apollon, dhe një pesazh shumë të bukur në bregdetin e Himarës, në të detit jonë. Para nga Majta kemi fshatin e parë Palas dhe vazhdojnë gjitha fshatrat e bregut detit me një bukurit të manitshme, po dhe me një tradit e zakon, domethënë të hershëm, patriotik, luftarak. Pra këtu nisin dorë për dore 7 fshatrat e bregut. Nisin me Palasën. Edhe ajo kënga që thotë 7 fshatra që janë, domethënë kënga hershme i Mariote. Atë le të vazhdojmë pastaj këtë udhtim, sa të vështirë pak, po edhe të bukur. Le të vazhdojmë për gjatë kësaj rruge. Shpresoj që të mos ndalojmë më edhe për hir të kohës. Delo, e kujtim? Mos dalë me të mbërim atje ku kemi destinacionin, ku do të jenë Bolenasit. Patjetër. Bolenasit me tufën e deleve se këtu. Këtu janë 10. Këtu u prezanton me 10. Do është edhe këto 10 asaj krahine do jetë se këtu vinë. Ju i dorin gjithat Bolenës, ë? Apo zbresin? Jo, në ditë Bolenës vinë dukat për dimër. Në Behar vjen në Gjirokastër. Zbresin për dimërim, po. Në Behar Gjirokastër. Mirë atëre. Le të vazhdojmë, Sigurisht batella bit si vishe kur ishte gjallo. Veshur me roba bella si kur ishte gjallo. Si vishe kur ishte gjallo. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Lyti godëm në doli se i uroj miqë të me radhë.
Himoj, himarjoj, se zdo brege ka nja e mar krenari. Gurira në vëndë dhe këriatje. Ka nja e mar krenari. Gurira në vëndë dhe këriatje. Bregdeti ka dhërmiu me 8 kishat vendosura aq hishëm mi shpatën e maleve. Ka bunojnë fshati i gurt me tunele të gurta të sot e 500 vjet të shkuara nga të rradhët fshatra, ku infrastruktura e ujrave të zeza dhe të bardha është ndërtuar nën tokë 4-500 vite të shkuara. Gjithashtu, bunoj ka dhe jalin kurativ. E nëse do të vazhdonin fshatrat e Bregdetit, Iliazin me kanalet e Teutës Iliret Kalafikit, ka Himarën me 2 kala dhe gjilin e nusëve, ku Lahi Vasilihia Lakuriq dhe Ali Pasha shikonte nga larg me dylbi. Ka kishin e Shënkollit të ndërtuar prej tij brenda 24 orëve. Nandala bërvina Besa Konstantina Por kapetana se Detin e përpe Amana Fotino Dasëm që skëndojnë Në sendën të rojnë Velon moj fotina E bërë pisjo Amana fotino Moj fotine Akuror Bio fotino
pranvera nis shkrin borën, ti si më rri I padukur. Qau Petro, më jep dorën, o burri bregu të bukur. Zojt e qelit të gjerë, vin të lodhur që nga Spanja, o behar që rrim më këmbë, mbete zok në përmërgata. O I shenjti penar, o këmish veshur nga deti, qou të këndoj më bashkë Petro Marko nga Bregdeti. O I miri për të randeri, ki marës mama, zojt e qelit të gjërë, vin të lodhur që nga Spanja. O behar qërin ma këmbë, bete zogna për margata. O I miri për të randeri, ki marës mama, o I shenjti penartë, o këmish veshur nga deti, qoku të këndoj më bashkë Petro Marko nga Bregdeti. O I miri për të randeri, ki marës mama. Ne qëndruam në Himar, aty ku Lefter Qipa bën ritualin e përditshëm të kafes mëngjesit. Aty na priste princi I polifonis, princi I dashurisë, së bashku me këngëtaren e njohur Eleni Joshi. E gjetëm Lefter Qipën këtu, në këtë lokal ku ti je I pranishëm ditë vonë. E ku është kënga? Ku është kënga? Ku është Eleni Joshi? Ku është kënga është dhe këngëtari. Ku është kënga është dhe shpirti I popullit. Ku është kënga është dhe ruajtja. Ku është kënga është dhe gëzimi. Do të marrim me vete, jemi me Bolenës sot.
Këtu duan të thonë se Perëndesha e Hera, gruaja e Zeusit, në një natë që mori me Zeusin, u gërindur sepse Zeusi kish alet të tia të perëndive. Po dhe Hera, shoqja, kish aleatët dhe aleatët e saja. Dhe Zeusi mas ju në verkot shkërpi vetë tima, por ne qyër malet e vetë tima. Ajo Zeusi shkërpi vetë tima, kurse Perëndesha e Herës së detit, tërbulloj detin. Dhe kur tërbulloj detin, krijoj gjirin e saja të vërtet. Të Perëndeshës së Herë. Pra këtu, po ta shikosh me kujdes, kalaja, ati është një varce, a i mali dhe Perëndeshës së Herë. Dhe këto janë të di krajet, sqetullat dhe lërët apo brasët e Perëndeshës së Herë. Ati është dukuria të kalaja, është dukuria e Perëndeshës së Herë, që aliu e tinte këtë legend dhe pruri Vasili Qiliqeku e vetë asjetë. Po, falenderit e të qipa, do të vazhdojmë. Të lutem. O drita chiamo da perdone per sita Madonna per të fale Vitore Vajdanat e popullit, shënkodi ishte Perëndia e detit, përdorte edhe majat shumë të mos bite në si të Vasilikis, që e kishten në përgjim. Vazhdojmë. Ka këtë Morena mi che soglio che nase morena se punaio ti suragno mi che soglio che nase morena se punaio ti amano mi che soglio che nase morena se punaio Boboç më treti se vdaja jo Te naze more naze po Pra kaluam Qeparojnë dhe u kthyem në Kratmajt në drejtim të maleve që të çojnë në fshatin e vjetër të Qeparojt si dhe në Pilur. Si për rrugëve të shesyri taraca të ndërtuara me gur, të ndërtuara me aq mund nga bregasit. Bregasit janë përveshur punës të shqyenin shkëmbinjt për të hapur brezare. Njerëz të qëndrueshëm, të djegur nga sedra për punë dhe qetësi. Nuk ishte punë që t'i bënin bisht, se kishin frikë së patën e pyllit, varen e shkëmbinjve, shatin, belin dhe kazmën e arave. E mbrujtën dheun e pakt si bukën në vreshta, në ullinj, në agrume, në moll, në dardha, në figi dhe pjergulla. Dhe skaluan shumë vite që toka ku vinin dorë dëshmoi për zotësinë e tyre, megjithse bënin 100 punë prapse prap, ata ishin të varfër.
Naja, ti shmëtreti sevdaja jo, ti na zemore naze puna, jo te amano mike, ti na zemore naze puna jo te. E mot më mot e gjysën. Putuam lartë në gjurmët e rrugës së vjetër që lidhte Himarën me Qeparon dhe Saran, mes malesh që zbresin thik. Përtej fshati i vjetër Qeparo, i ndërtuar mbi shkëmb. Te gjysën vi, ty na zemore naze puna, ti mot më mot e gjysën, ty na zemore naze puna, jo te amano mike, ty na zemore naze puna jo te. O po u dëshme njeris na di, ty na zemore naze puna, ty u dëshme njeris na di, ty na zemore naze puna, jo te amano mike sojo, ty na zemore naze puna jo te. Dhe një plakë që na di, ty na zemore naze puna, ty dhe një plakë që na di, ty na zemore naze puna. Ende nuk di mirë ku është stani i Bolenësve. Makinat i parkuan poshtë dhe e vetmja mundësi për të shkuar ishte të ngjiteshim në këmbë. Naze puna jote. Po një lavë se martiri, si na zemore naze puna jo, dhe asë një lavë se martiri, si na zemore naze puna, jo te amano mike soljo, te na zemore naze puna jo te. Thonë se Zoti ka qenë mbi valtet midis gurve, i u afron stanit dhe makina nuk mund të este më. Rapaliej si e gjikoni pra rrugë pa rrugë, i thonë, rrugë mushësh. E me gjithë dhe makinën tonë e lam poshtë dhe u ngjitëm da nga dalë për gjitëm i këmë në këtë rrugë të vështirë që është vendi pra gur. Pra da i thot dhe bregu detit gur, po ne e kim parë gur, po këto janë gur. Tamam që vështirësohet gjithë shka, teren i vështirë, i aksidentuar. E me gjithë dhe do të shkojmë të vazhdojmë punën, mbarojmë. Lasë miri pa bërë mure duka ka të ndriki dhe shiko i lakë. I dojtë të dojë mure për të kalu makina. Ari bim të në shkurt. Mire dhe vemi po. Haj, u faleminderit që u sos në këto vise. Jemi në Bolena po? Jo, gjithu të ka bërë qashka. A është teritori Bolenës ke? Pra kishve nuk e ndajnë në tjene sonë. Ke marrë tjetër të? Ka marrë, kepa, vaj. Hajde e këzor. Mos u mërzit. Ka këto plot, ka marrë. Ka nga fine, mos u mërzit. Erda fine. Bashkuam të gjithë dhe më këmbë vazhdojmë të ngjitemi atje, ku është stani i Bolenasve, ku është tufa e madhe e deleve.
Në stan të çobanit vene laj çoban. Në stan të çobanit vene laj mes bagtive, mes çobanëve, pranë Mones. Sot jam takuar me shpirtin e Frashërit edhe me jetën e vërtet të shqiptarit. Bagti dhe bujësi, i bekoft të Perëndia, o vinë, si mbjet e bekuar, i bekoft të Perëndia. Pra, sot kemi të gjithë bukurinë shqiptare pranë Bagtis. Të gjithë ne kemi bukurinë shqiptare, të vërtetën. Nuk kemi qenë fare në kurbet. E ke qenë një çoban ngri? Deri në moshën 16 vjeç. Ke pas krap kështu në Feçiba? Krap si kjo? Edhe mbi krap. Malet e Shqipërisë të Jugut i di me plomë dhe shtitjet e tij. Çfarë malesh përbën këto? Këto janë kodrat. Janë kodrat e maljeve të vetë. Ki quhet vëriu i qeparoj. Këto quhen majat e piktit. Na erdi pronari i kësaj tufe. Në më dorë. Mulojnë e Feçibën me ata, mulojnë. Miq bujar, janë shokë miqësie, qëntë nuk i hanë. Po ja, nuk i hanë qëntë. Ishtë qarku i parë i çobanit parë. Nga ta shuria i çobanit. Se po të uqevë në çobanët, dhe bukur edhe u tjetë si shpëton. Po i këta shumë çobanët, ajo të dua. Himara e ka bërë Perëndia që t'i adhorojnë të gjithë. Edhe kurët, edhe deti, edhe pishat, edhe pyet, njerëzit po dhe njerëz si le të Shqipa, është njeri që e bëni marrën akoma më të gjuar dhe më të bukur nga qeshi. Shiko, si e kërkon në rrugën e Fshaja, Bagëtia, Delia me qenjë, parapa. Shiko të qetë dhe desh, sa të shenjtëruar dhe të bekuar aja. Hajde ti dero Ali me muresh ti me Bolen edhe doj na çosh aty ku është Bolena. Se edhe këtu derisa kanë të merak këtu, e kanë mbledhur atë. Po. Atëre është Bolen pak apo jo? Po, këtu është një pjesës e Bolenës, ku djemt më të mirë të Bolenës, Bolena e ka të gjithë djemt të mirë, po më të mirë është ajo që thave Lefteri, që janë ata që punojnë dhe jetojnë në vendin e tyre, me djersët e tyre të ballit,
Dhe si që shikoni, këta janë dy ndër ata djemë të Bolenës që kanë investuar me rreth 400 krerë dhenë dhe që i kanë kështu si që pamë ka që të... Atëre, si që jemi i dy këthejmë shpat do të atyre dele që të bisedojmë pak. Na ka një veçori në cilësit e labërishmare. Pëlcimi buror që kam, që s'ka nevoj të kenë burë pranë, po thonë, burdohë të pishë kotë në ullit. Këtë janë cilësit e Bolenës. Që zoti i këngës, mos gjetës, i zoti i këngës nuk pito të rakin e Bolenës. Do provojmë dhe këngën tani. Ndikeni pra, një pejsazh vërtet i pakrahasueshëm. Në mes kemi princin e polifonisë shqiptare, Labe, Efter Qipa. Efter Qipa ishte knajsi, gazetar dhe oficer Fasli Koqiej, në punës, Dajlani, djali që sa po takuam këtu, Pajtim Cenaj që ka këtë tufë këtu, e ka ngritur këtë tufë edhe po e rritë ashtu mirë. Kemi kryetarin e shoqatës Bolenës, zotin Pajtim Leskaj, si dhe aktivistët tjerë, si që është Rapo Aliej, dhe janë tjerë. Janë kolegët tanë Dena Aliej dhe Vladimir Semini. Djalin tjetër më Rapa, që si e kemër? Fation Mazej. Pra ishte knajsi që u kërmbulluam një këtu. Për më shumë, me qënë se këtu është vëndi erave, si do t'i këtu shmënden erat, kryqësohet, erat e bregut, të jodit të detit, dhe orë e maleve. Ato erat të njarë të mira, po kanë qikëdeka të resë. Aty. Si Bolenës, si dhe Pirroth, nga ka përqirë dhe do nga përqeji era e maleve, jo era e krypur e detit. Se nga ato që vete që marrë në me. Dhe këtu dhe referohem nga kënga me lasë e polifonisë shqiptare të shgjimnisë shpirtore, një nga këngët më përmendore, ose më thonë kënga më mitologjike e polifonisë shqiptare, është Pallergjën e Lesko Duke. Pallar. Ka, këtu Pallar e Lesko. Ja dy pronarët e kësaj tufe sa po pam. Lasëm për zanatin që kemi nisur, mund të themi 1.30 këtë zanat. Që banë? Për e shumë. Që këtë përdoni gjithmonë kur zbrisin në këtë pambulim, pa i që nuk ka nevoj delet? Nevoj i kanë ato për salla, po ne nuk e kemi të garantuar që mund të vim prap vitin tjetër dhe së bëjmë do të në veprim. E ju kurini ku vini? Ja, bja keni një. E që banë? Lasëve. Vjetë jam këthër, kam dhe ma paketi. Dëndëri pakimit. Do më thënë ti tërë sakrifisë e migracion e këtheve në blegëzëri. Dhe me ndosta u këtheva në... Eshtë në mirë tu më në Greqi? 100 herë më mirë. Me në qikë vështirësi, po e kam punën time. Shpune vetë. Nuk e kam punën e... Kam qenë 8 vjetë i ikur, dhe më ka komanduar tjetëri. Sot... Sa vjetë që kene në nëzë? Unë kam ikur që o duaj të 21 vjeç. 21 vjeç, po. Zakoni I çobanit po dhe në shtëpi e bëhet kështu këtej, në fërqilu. Zakonisht,
A ka patur dy lloj stene. Te stani i fish që thosh në drejt, shkoj edhe një godu i të pije, jeshe i mopu. Ike i venesitur. Te stani fisëm. Fisëm. Kurse popu i thosh, shkon të stani i dëfërimit. Përdori dhe një nocion tjetër, po që atarë, po, stani i dëfërimit. Stani i dëfërimit fillon nga të solmit. Me ata që e kanë përpis brektorinë, bërës pas bërës. Ate, gjërë kamën, gjërë mishin, gjërë arapashin, po mi të gjitha gjërë në zjarin e ndërsu në fillim. Dhe stopanën, stangaret, po stopane i kemi thanu, tërsi. Është edhe ajo kënga, që lej petuat, po gërvetuat. Gruaja, fisnike, dhe gjithë mejtën, i pret, me bush të qeshur dhe me vetu të përpjet. Qëfto janë karakteristikë. Nuk rije ngrisur dhe, nuk rije ngrisur. Ja. Do të thotë një se Ne mërzitur të... Ja ku kemi pajdime, e ky është zoti i shtëpisë. Pajdimi Ky kultimit ka pa të janë gjitha, pa kemi pajdime. autoktonës. Kemi kita Bolenës, kryetarin e shoqatës Bolena. O pajtim. Kujtim Leska, Je i martuar zotin qa fëmike? zotin Fasti Koqie, ish ushtarak, gazetar, Akoma nuk të bëj mik, Hate Dalani, po s'mërë të retim, zotin Rapaliej. jo pak se të Pra, retim. janë gjithë këta, Bolenës, dita Bolenës këtu, bashkë me dy djemë zotër të stani, poni që është shep pastaj, që është ne kemi, qëfar kemi? Kemi mik, Kemi atë princin e polifonisë, që dhe si e vetëm polifonisti, se ti ke shumë tjera këtë fshevra, këtë tërqipa, apo s'ket fshevra. E jo, unë kam një të gjitha mua, emër më dha labëria. Më respektoj labëria, më vlerësoj labëria, më mërë dhe kokën sot e gjithë ditën labëria, këtu në Begdetit. Sa, dhe e kam për merë, është kënaqësie madhe, që unë ndodhem nërmjet Bolenës, bujarisht dhe trimërisht Bolenës. Po si o greja do vetu ma, ha? Në veçanti e kam patur mik kujtim. Është një nga borat fiznikët Bolenës, dhe që nuk i gjën borë në Bolenë të mofset fiznik, se cilë në vetë vetën e tia, ka të bukurën dhe të veçantë të tia. I Bolena si ka një qërësi, ka ligjin e kompores. Se komporja, përmoj e armën, uri një qime flaku, në Grikë, ajo përcet nga mrapa dhe vretë zotin. Pra Bolena se subje qime një kompore. Pra këta janë Bolena si. Vetë mitë dhe tutë. Lefter Qipa, ti bashkon Laberin edhe bregun e detit. Pilur do të thotë, portë malesh, apo portë bore. Portë bore quhet se e zëbore. Portë malesh, nga ana strategjike, është vetëmja portë strategjike ushtarake që nuk mund të kalosh më tjetër portë dhe shtek, veç se në Pilur, të kalosh nga bregu i detit në Laberin e madhe. Pra kjo është porta e malet edhe porta e borës. Diçka vjen tradita këmbehen aty si... Pirore në tërsi, në psikologji, në shtatë, në japëti, në zakon, në bujari, në trimëri, dhe zgjuarsi, po është 90% është komplet labë, piluri, 10% se kemi pat nevoj për nga një qikryp që zbërësim në të vetë. Na e dhe se fisni kërë kishte. Jo vetëm... A gjoha, nuk të shkoj. I
Himar është quajtur në botë Turqisë e tërë krajina, deri në Kardiç, 52 fshatra kanë qenë Himar. Pastaj kanë lëvizur të... Në Himar e ka marrë Labriga, ka qenë zona ose najeja e Himarës. Të Ndërbeu që thuhet kryengritje e Himarës, ajo ka kuptimin e kryengritjes së tërë Labrisë. Në vitin e gëzuar. Hajde gëzuar, mi se djem, shëndet të mira. Gëzuar të mërë gëzuar. Pranë verën e gëzuar dhe... Nëse e në shikëmët. Mira, hajde gëzuar. Vedo, plot. Hajde gëzuar. Me djasë. Atëre në emrin e Bolenasve, i uroj miqve nga televizioni Apollon. Unë tani po i një auto urim. Gëzuar mirë se erdhët në stanin Bolenas. Gëzuar me këta një, në Shqipa me Bolenasit e tjerë, me jemi kolegë. Qofshi gjithmonë një televizion i mirëpritur nga masa e gjërë e publikut, që t'i kënaqni dhe t'i vlerësoni të gjithë interesat dhe nevojat që ka populli. Ashtu si që kam thonë dhe në konëritat e mia, një dritare ku njerëzit shikojnë të ardhmen, shpresën. Ky është televizioni Apollon dhe këtë ju uroj juve. Ju urojmë një tjetër atëre se ne presim ngurimin e Shqipa i gëzuar. Është një zbukurim që i bën ekranit televizionit Apollon. Urime, Zotin e vetë, e përgëzoj për këtë iniciativë dhe për këtë sakrificë, që të shkosh drejt për drejt me një shtarë sot, dhe ku e zgjohë marrë gjera ta, shtarën e Bolenës. Do thotë se ishte i qirë një merak, i shputë shpirtin popullit, ma merë mëndja, kujtim dhe ti të është dakord me mua atë, je i pavarur nga gruaja. Që ti i që ka që lartë. E të veçë, në këto shkret të tjera, je i pavarur nga gruaja, me sigurisht. Është i rria, e të mesët lartë që e dëgjon gruaja thotë, shbërë thotë, kështu ka i pavarësi pasat të thotë. Midis zotërinve të ekipit dinjitos, prestigios të televizionit Apollon, që është shumë dëgjuar kudo, bashkë me shokët Bolenës, me Kujtimin, kryetarin e shoqatës, me Delo Alije, sekretarin e shoqatës, Apo Alije, aktivist shoqatës, Radi Dalani, aktivist shoqatës. E para kjo, dhe dyta jam i gëzuar sepse ndodhem tek vllai im, tek kushërinë im, i fisit, i vëllezërisë, më jashtë i vëllezërisë të pajtimit. Dhe ju falenderoj. Nderimet janë tuaj dhe të pajtimit, janë të Delos që u bë protagonist për të punë. Dhe unë këtë shëndet do të marrë për më të palodhurin më të riun tuaj. Bledi. Operatori. Bledi është mas kamerës, kështu që... Ajo Bledi, ma e mund të mojone dhe... Bilet të tremëllet të vano, bilet dhe vano, Jam nga
një të trembë vjeto, vano, bibilet dhe vano. Gëzuar kënd e të Hajde gëzuar. Si këmë janë në zëmë. Nuk i qorë shumë. Erdi nga Tirana ai, mama po që kemi, si që kanë, po i vogli. Po i tha, do i mlidi këtë papa në saj mlidi. Djali thashtë e mamas, për ty. Jo i thash, mamaja të birë. Mamaja të birit, po, për ty. I tha, po kështu pi shumë duare, pi shumë rakije, bje shumë mi që më shpjerë. E t'i gjoj, tani. Po tani në këto vitet e tranzicionit. Faleminderit për mise ardhjen. Juve dhe presidentit të televizionit Apollon, respektin që keni për ne si fshat dhe si bjektorë këtu në tek pajtimi. Falenderoj gjithashtu Zotin Lefter Qipa, edhe gëzuar mise erdhe, sepse te kemi edhe krushk në fshat. E urojmë jetë të gjatë dhe gjithë të mirat për vjeshtrimin dhe, si themine, poezit të nga prisë. Gjithashtu më lejoni që ne më të gjithë shokëve të mirë, falenderojmë edhe pajtimin djalin e fshatit tonë, edhe për një arsye, sepse vazhdojnë traditën e babait të tij. Qeniku në sanit. Ky babai i tij ka qenë një nga objektorët më të mirë të Bolenës, dhe mjafton të them kaq mos më 56 kur bërë fotografi, ka pas mbi 350 kopë bakti, të cilat i dorëzoi bashkë me veten e tij dhe me Stalin në strategjin. Prandaj edhe një herë gëzuar pajtim, gëzuar. E të bëfshin 1000. Edhe plot veta të këtë beha. Plot kemi, nuk në maroj. A i gëzor. Ai. Vete si zoti, si do zoti. Palomatina. Si në ndërsi kur flisja me babano, shoke me babano,
Veshur me robat e labit, si vishe kur ishte gjallë. Veshur me robat e labit, si kur ishte gjallë. Si vishe kur ishte gjallë. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Nryti godën e doli se i uroj miqë me radhë. Nryti godën e qa në gëzime, kështu si më kini ardho. Mi qa në gëzime, kështu si më kini ardho. Kështu si më kini ardho. Kënjamo, kënjamo të marro. Ti da kam majo, ti da kam maja. Po të t'joj në fërshima me vëmëndje, di ke përmajse përda. Si gjakë jo I ftuar boleno. Si gjakë. Si gjakë I ftuar boleno. Mos pranoni pagjim të di. Unë e fërshimën e gjuaj I betim patriotik. Ku fqinjit tanë që ti sa po këndove, pa gëzimin, jo nga fqinjit. Fqinjit tanë vazhdojnë të ngacmojnë e Efter Shqipa. Si e shpjegoni, çfarë prisim nga kjo juve? Kjo është zalia.
Jo Zilia. O ka ardhë Zalia tani. E di që do thotë Zali në fjallë e popullit? Në të qoni Zali, i pak zëma. Sepse, me të drejtën e historisë tonë, po bën korrigjim politika botërore, që nga Shtetit e Mëdha, që nga Amerika, që nga Berlini, që nga Kremlini, edhe duan s'duan, dhe Atinaja. Dhe Atinaja se Zeusi e ka pat këtu froni, se ka pat... është qip Athinaja, a than. Ja, a than. Përndaj tani e janë... Ju e qoni Zali. Zalici. Ato, Zalici e të kapitullim. Kapitullim, më bje të fikë. Një përgjigje shqiptare, autoktone, Në stan të qobanit vene laj qoban. Në stan të qobanit vene laj Dhe pajtimi mirë na priti laj qoban. Dhe pajtimi mirë na priti laj qoban. Hajde le tërqiba, hajde. Qëngjin e bejkës kërthije laj qoban. Qëngjin e bejkës kërthije laj qoban. Laj qoban. Gëzuar? Gëzuar. Gëzuar kujtim Gëzuar e tërqipa. Gëzuar ti. Unë e Italia, Kështu e kaluam udhëtimin ton për gjatë bregut, një ambient miq që na dha kënaqësi, aq sa vështirë se mund të ndaheshim. Nata u afrua, edhe pse u miqësuam, jo vetëm me bolenasit që na shoqëruan, Kujtim Leskaj, Rapo Aliaj, Hate Dajlani dhe Fasli Koqiaj, si dhe djemt e stanit Zotër të Bagdive, por dhe me poetin popullor, artistin e madh Lefter Qipa.
Thank you.